Miq të dashur, erdhëm kështu edhe tek pjesa e fundit e këtij edicioni të Prives. Unë ju lë në vazhdim me të pathënat e kësaj jave, në të cilin do të keni shumë informacione për artistët tanë. E me kë jemi marrë këtë herë, e ndikim vetëm pas pak. Enca Haxhia është duke u bërë gati për verën 2015. Pasi mbizotroi një vit më parë me Apo të pëlqen, tani është duke finalizuar projektin e ri. Kënga është punuar nga studio On Records për kacir nga producentët Zap & Chris, ku secili prodhimi tyre po bëhet hit. Sipas disa burimeve të Prive, teksti i saj do të jetë me tekst Kosove dhe do të përmbajë fjalë eksplicite. Ingrid Gjoni, pas një lidhje shumë vjeçare me Gentin, të cilën sot janë prindër të djalit Paridit, ka marrë një hap të ri. Sipas disa burimeve të afërta me Gjonin, tregojnë se këngëtarja i ka dhënë fund raportit të dashurisë me partnerin e saj. Arsyet për këtë ndarje nuk janë publikuar, por ajo që dihet është se vetmja gjë që i lidh është djali. Dyshja Blunt dhe Real, pas bashkëpunimit me Butrintin, janë duke punuar në një projekt të ri. Bëhet fjalë për një këngë tjetër mes dy artistëve duke mos inkuadruar këngëtar tjerë. Kënga është finalizuar dhe është produkt i Bluntit. Teksta videoklipit do të zgjerohet nga Imagine. Kishe dashuri me këtë ku i ke lënë fjalët që mi patë thënë. Me datë 31 maj bëhet finalja e festivalit të muzikës moderne shqiptare Top Fest. Në këtë event po marrin pjesë edhe reperët Ledri Vula, Lumi B në bashkëpunim me Ermalin. Kënga Shka është favorite për vendin e parë. Me çdo data po afrohet, Ledri po përgatitet për veçën që do ketë në finale. Garderoba e tij do të ketë markë vendore, përkatësisht atë të Baldin Sahitit, që po punon në veçën e Vulës. Po ashtu, Prive mëson se në shtator, Ledri do të cilë një tjetër projekt, por jo në duet. Ai ka përfunduar këngën e tij të re si solo artist, por që do publikohet gjatë muajit shtator me videoklip, ndërsa në muajt e nxehtë vjen në duet me Erën. The first finalist is Albania, l'Albani. Shqipëria pas 2 viteve shijon finalen e skenës më të madhe të muzikës në Europë. Reperi me famë botërore, Eminem ka hapur një konkurs për dizajnerat. Detyra atyre është të krijojë një ballinë kreative për albumin e reperit. Në listën e atyre që kanë dërguar punimet është edhe një shqiptar. Dizajni Granit Bunjakut është klasifikuar ndër më të mirat nga Eminem, por votimi vazhdon të jetë i hapur. Për të votuar duhet të klikojnë në creativeallies.com në kategorinë Design an Album Cover for Eminem. Faleminderit Vala Forgji, faleminderit Golden Eagle. Takimi jonë i radhës do të jetë shtunën e ardhshme në të njëjtën kohë dhe në të njëjtin vend. E deri atëherë ju keni portalin prive.al për më të rejat e showbizit, gjithashtu edhe kanalin tonë zyrtar në YouTube me emrin Prive Klan Kosova. Natën e mirë dhe vikend të këndshëm.